të tillë jepen 6 element që duam t'i rendisim nga më i vogli te më i madhi. Ja ku i kemi këto 6 element. Dhe tani si funksionon selection sorti ne e tham. Pra fillojmë duke gjetur elementin më të vogël. Si funksiononte? Fillonte duke krahasuar elementin e parë derisa gjen elementin më të vogël të gjithë vektorit dhe ka gjetur që është ky këtu. Këtë tani çfarë bën? E merr dhe shkëmben me këtë elementin këtu që ne tham. Pra pasardhësi do të ishte, dale se shtypëm grafikun. Pra pasardhësi do të ishte ky këtu. Dhe ja ku i kemi tashmë të ripozicionuar më të voglin në fillim. Dhe i bëm swap me A0 me A4. Vazhdojmë. Do merremi me elementin e dytë. Dhe ja ku kemi hequr një vizë dhe themi kjo është pjesa e renditur, kjo këte është pjesa pa renditur. Pra do merremi me n-1 elementet e mbetur me këto shufrat e kuqe këtu. Atëherë një pjesë është e renditur, një pjesë është e pa renditur. Do gjejmë elementin më të vogël në pjesën e pa renditur. Shikojmë që elementi më i vogël ndodhet në pozicionin e 5, atëherë do merret ky element dhe do shkëmbehet me këtë elementin A1 këtu. Dhe ja ku e kemi shkëmbej me fillimin e pjesës së pa renditur që ishte A1-shi, dhe ja ku e kemi tashmë dy elementet e parë të renditur. Pra pjesa e renditur, dy elementet e parë, 4 shufrat e tjera janë të pa renditura. Çfarë do bëjmë? Do gjejmë elementin më të vogël në këto të pa renditurat, që ne shikojmë është elementi i 5. Elementi i 5, se si gjenden e shpjeguam çfarë tek ato numrat. Atëherë më i vogli pa renditur është ky, kështu që me këtë do të shkëmbehet tani me fillimin e pjesës së pa renditur, që është pikërisht A2-shi. Pra A2-shi do shkëmbehet me A5-ën, dhe do të kemi tashmë këtë lloj forme. Pra 3 elementet e parë janë tashmë të renditur. Pra pjesa e renditur 3 elementet e parë, pjesa e pa renditur 3 të fundit. Do vazhdojmë, do gjendet cilët janë elementet e mbetur, janë këto të 3 dhe cili është më i vogël nga këto 3 element është A4. Atëherë A4 e marrim dhe shkëmbejmë me fillimin e elementit ose me fillimin e pjesës së pa renditur që bie të jetë A3-shi. Atëherë shkëmbehet A3-shi me A4 dhe themi 4 elementet e parë tashmë janë të renditur. Pra procesi vazhdon të shtojnë nga një element të renditur. Pjesa e renditur ka numrat më të vegjël, kuptohet se është renditja nga më i vogli te më i madhi. Atëherë, përsëri te pjesa e pa renditur, gjejmë cili është elementi më i vogël, e marrim dhe shkëmbejmë me fillimin e pjesës së pa renditur, që është A4 me A5-ën, shkëmben me njëra tjetrën dhe tashmë nga A0 deri te A4 i kemi element të renditur. Dhe themi që ndalojmë kur pjesa e pa renditur ka vetëm një element, duke qenë se ai element do të jetë elementi më i madh i vektorit, kuptohet elementi i fundit. Tani shikojmë që është renditur plotësisht vektori me 6 elementet e vet. Okej, ky ishte një demonstrim i selection sort. Këtu po ashtu keni një shembull tjetër, pra ja marr disa shembuj në mënyrë që ta kuptoni më mirë. Atëherë teta me 1-shin, pastaj më i vogli i të mbeturve është 2-shi me 4-ën, pastaj është 3-shi me 6-ën, dhe ja ku e kemi, pastaj është 4-a me 9-ën, okej, ja ku e kemi, pastaj është 6-a me 9-ën, okej, dhe kemi 8-ën me 9-ën. Dhe ja ku ka përfunduar së rendituri vektori që na ishte dhënë që në fillim. Është e njëjta logjikë, vetëm se janë disa shembuj që ju ta kuptoni më mirë. Okej. Këtu keni kodin e selection sort, shikojeni. Ajo që na intereson është algoritmi i saj, kështu që algoritmin do ta fiksoni. Është pseudokodi i saj. Okej, pasi kemi dhënë algoritmin, pasi kemi dhënë si funksionon, kemi dhe analizën kohore. Analizën e kompleksitetit kohor të algoritmit ose eficiencën kohore. Si fillim kemi thënë që identifikojmë kush është madhësia e hyrjes, është n-ja, kush është operacioni bazë, është krahasimi, po të kthehemi tek algoritmi, pra themi if a minimalja me a-jan, pra krahasojmë këto të dyja, pra i bie që të jetë operacioni bazë krahasimi duke qenë se realizohet më tepër herë ose ekzekutohet më tepër herë nga gjitha instruksionet e tjera. Atëherë themi që
nëse bëjmë analizën me qënë se është një algoritm iterativ, dim që analiza e algoritmit iterativ bëhet me shumatore sepse numërohen ciklet, sa herë ekzekutohen ciklet. Atëherë ne kemi 2 cikle, shumatorja i janë nga 0 te n-2 dhe shumatorja e j-ve j janë nga i plus 1 te n-1 e njëshave. Pse e njëshave kemi thënë sepse kemi vetëm një instruksion bazë që është krahasimi, kështu që themi shumatorja e shumatoreve të njëshave. Atëherë si gjendet ose si llogariten këto, kemi thënë mjafton të bazojmë te formulat standarde të shumatoreve. Pra marrim shumatore më të brendshme dhe zgjidhim një herë, pra shumatorja j-ve dhe tham që është pjesa sipër minus pjesën poshtë plus 1. Kur është shumatorja e njëshave. Atëherë kemi n minus 1 minus i plus 1 plus 1. Po të bëjmë veprimet, kjo del n minus 1 minus i. Pastaj si llogaritet kjo, mjafton që këto të ndahen në 3 shumatore ose në 2 shumatore dhe pastaj bëjmë llogaritjet, si të doni, duke i kemi rënë shkurt duke qenë se këtë formule kemi parë dhe herë tjetër, atëherë duke pasur parasysh edhe formulat standarde tek leksioni i kaluar ose 2 leksione të kaluara, bëjmë llogaritjet dhe kjo del n minus 1 herë n pjesëtim për 2. Pra themi që eficienca kohore e këtij algoritmi, po të hapim klapat, kjo del në n4 minus në pjesëtim për 2, dhe përsëri kemi thënë që eficienca kohore në rastin kur kemi disa terma me rendritje të ndryshme, ne marrim atë që ka termin e rritjes më të madhe, pra që i bie të jetë në n4. Kështu që themi që selection sort është pjesë e big theta në n4 ose big O në n4, këtë doni, një nga këto të dyja klasat përdoren. Pra, në rastin më të keq, kjo vetet e big theta në n4. Pra shikojmë që është një algoritëm kuadratik. Pra varet një karakteristikë që mund ta përmendim është se koha e ekzekutimit do varet shumë pak nga shkalla e renditjes së të dhënave fillestare. Që do të thotë që si të jetë vektori i renditur, si të jetë vektori i pa renditur, duke qenë se janë cikle të dyja cikle for, ato do të vënë deri në fund, sepse nuk e din nëse vektori është apo nuk është i renditur. Pra algoritmi nuk e dallon dot këtë që në fillim, kështu që do t'i duhet të vijë deri tek elementi i fundit për të parë nëse është bërë renditje apo jo. Kështu që, pra pavarësisht mënyrës organizimit të dhënave, eficienca kohore ngelet prap kuadratike. Pra themi kërkimi i vlerës më të vogël gjatë një skanimi nuk na jep informacion rreth pozicionit të elementit pasardhës më të vogël. Për këtë arsye, ne do t'i shkojmë ose algoritmi do t'i shkojë procesit të renditjes deri në fund. Nëse do të kryenim një analizë empirike, realisht do të shikonim që koha e ekzekutimit është pak a shumë e njëjtë si në një vektor të renditur, si në një vektor me gjithë elementët njësoj, ashtu dhe në një vektor të çfarëdoshëm. Prandaj themi që nuk varet nga mënyra organizimit eficienca kohore e të gjithë algoritmit. Prandaj themi që bën pjesë në klasën big theta në n4 për të gjitha llojet e të dhënave. Ndërsa po të flasim për numrin e shkëmbimeve, pra po të flasim për atë instruksionin swap, që bëhe jashtë ciklit të j-s, po bëhe brenda ciklit të i-s, atëherë duke qenë se është jashtë ciklit të j-s, do të thotë që nuk e marrim parasysh në herët që mund të ekzekutohet cikli j-s, por është brenda ciklit të i-s, kështu që cikli i-s ekzekutohet maksimali apo themi në herë ose në minus një herë, por duke qenë se është klasë lineare, themi big theta e n-s, atëherë duke qenë se është pjesë e vetëm e ciklit të i-s, atëherë themi që numri i shkëmbimeve është si eficiencë kohore, është big theta e n-s. Pra kjo është një karakteristikë që e dallon pozitivisht themi këtë algoritëm nga shumë algoritma të tjerë të renditjes që ne do t'i shikojmë pak më vonë. Pra, me pak fjalë, nëse pyeteni sa është eficienca kohore e algoritmit selection sort, përgjigjja do të ishte big theta në n4. Pastaj mund të themi plus, që numri i shkëmbimeve është big theta e n-s. Pra, është një tipar dallues nga algoritmat e tjerë, por që nuk varet nga mënyra organizimit